e kanë masakruar me sharje, me presione, me kërcënime për të anulluar koncertin. Dhe për të mos ju dhënë njerëzve kënaqësinë që të kenë një moment të bukur muzike, sepse njerëzit do të fokusohen tek protesta. Dhe kjo po ndodh me shumë njerëz, edhe me ata që kanë një opinion tjetër thjesht dhe shkruajnë postim dhe marrin të shara dhe marrin kërcënime, të cilat flasin për atë që unë kam thënë që është ditën e parë. Në këtë konglomerat, në këtë mozaik, ku ka njerëz nga të gjitha rrugët e jetës, ku ka patjetër njerëz që kanë vetëm qëllime të mira, ka dhe një komponent fashiste. Fashiste, një frym fashiste. Dhe fryma fashiste nuk ka nevojë për uniforma dhe për armë. Fryma fashiste është fryma që thot Shqipëria është shqiptarëve. Pra, të gjithë tjerët jashtë nuk janë të mirëseardhur. Siç ishte Gjermania gjermanëve dhe u bë delja zez e Europës për vite të tëra pastaj. Greqia është e grekëve, thoshin këta hajvanët e agimit të artë, që u bën një problem për Greqinë. E të tjera. Fryma fashiste është kur ti thua unë dua të flas, unë dua të them atë që mendoj, unë dua të protestoj, unë dua të rrim bulevard, po unë nuk dua dhe nuk pranoj që të tjerët kenë një opinion apo një qëndrim tjetër, të tjerët duhet të çohen nga kafet, të tjerët nuk duhet të shkojnë në koncert, të tjerët nuk duhet të shkojnë në plazh, të tjerët nuk duhet të punojnë, të tjerët nuk duhet të marrin të mirat materiale nga puna e tyre, sepse duhet të jenë pjesë e kësaj gjëje. Fryma fashiste është kur nuk do të dish fare. Dhe patjetër që kjo është një komponente shumë e rrezikshme e protestës. Por këto simptoma lidhen drejt për drejt me dy gjëra që janë të panegociueshme për një shoqëri demokratike dhe për shoqërinë shqiptare dhe për vendin. Kjo është nevoja për rritje ekonomike, nevoja për më shumë të ardhura. Dhe turizmi është një burim kaq i madh dhe kaq i rëndësishëm dhe këtë vit parashikohet të jetë një sezon më i suksesshëm ndonjëherë, por nëse kjo situatë do të vazhdojë dhe nëse anullimet do të vazhdojnë, ky nuk do të jetë një sezon i suksesshëm, ky do jetë një sezon i sabotuar nga vetë ne. Nga vetë ne. Një gjë e paimagjinueshme, por që faktikisht mund të ndodhi dhe simptomat janë. Dhe tjetra është e patolerueshme që një grup njerëzish, që një forcë njerëzish, që një parti apo një konglomerat partish, apo që nuk e di quani si doni, të imponohet pjesës tjetër duke i thënë që o do mendosh kështu si unë, o unë do të të sakatoj, do të të bullizoj, do të të kërcënoj. Kjo është fashiste, është skandaloze. Dhe kjo duhet ndalur. Dhe kjo ndalet duke mos u tërhequr përpara këtyre lloj presioneve dhe përpara këtyre lloj hajvanëve. Kjo duhet ndalur.